تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد بإذن الله تعالى دراجنا këtë libër madhështor المحرر في الحديث dhe jemi te kapitulli ku thot autori rahimahullah Kitabul Jihad, do të thonë libri i gjihadit ose edhe kapitulli i gjihadit. Këtu jemi në renditjen e hadithit që është hadithi 797 ku thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah Qais ibn Ubadah rahimahullah قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. Do të thonë, tregon Qais ibn Ubada, i cili është prej tabiinëve, thotë se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e urenin ngritjen e zërit gjatë luftimit. Sahabët, do të thonë, e urenin ngritjen e zërit gjatë luftimit. Dhe thot hadithi radhës wa an Abi Burda an abihi radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli dhalik. Dhe po ashtu Abu Burda nga babai i tij transmeton se po ashtu edhe një gjë e tillë e ka urryer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë ngritjen e zërit gjatë luftimit. Dhe kjo i ka disa shkaqe që i kanë përmend dietarët në shpjegimin e këtij hadithit. Shkaku i parë se një veprim i tillë ose një zakon i tillë ose një traditë e tillë është praktikuar në kohën e xahilijetit. Që ata domethënë me shfaq me këtë trimëri dhe guxim dhe të mburen ata domethënë gjatë luftimeve që i kanë zhvilluar në rrugën e shirkut të tyre, domethënë i kanë ngritur zërat. Këtu e shohin domethënë se ka qenë një gjë e tillë domethënë e urryer. Dhe po ashtu domethënë që kjo mundet ngritja e zërit pa nevojë domethënë, mundet edhe me shkaktu domethënë sikurse muslimanët pasojnë humbje dhe e humbin durimin. Dhe këtë e thot pikërisht Sheikh Zejdi rahimahullah se kjo është domethënë yunafi sabr. Do thonë kjo është në kundërshtim me sabrin, sepse në ato momente të tilla dhe të vështira dhe serioze duhet domethënë muslimani të jetë i vendosur dhe durimtar. I vendosur domethënë dhe durimtar, sepse ndoshta ato domethënë ngritja e zërit, bërtitmat e kështu mundet me shkaktu edhe pasiguri në radhat e ushtarëve. Sa që të mendojnë ata domethënë se u ka ndodhur diçka në anën tjetër, në pjesën tjetër domethënë të ushtrisë, edhe kjo me shkaktu domethënë me shkaktu dëm dhe huti në radhat e luftëtarëve. Prandaj domethënë një gjë e tillë kanë u yakrahun. Për vetëm se thotë Sheikh Zejdi rahimahullah lejohet, vjen ajo istithna, përjashtimi, kur ata, ushtria domethënë, janë marrë vesh për disa fjalë, domethënë, si më i thënë, kode të fshehta. Kod, përdoni u fjala kod domethënë. Domethënë, komunikojnë ata me kode të fshehta, që i din vetëm ushtarët. Atëherë bën domethënë ngritja e zërit që ai tjetri me dëgju domethënë. Edhe me marr vesh domethënë se deri ku është puna edhe si zhvillohet puna. Kjo domethënë lejohet. Përndryshe domethënë siç e shohim këtu, kanu yakrahun as-sawta 'inda al-qital. Edhe po ashtu një gjë e tillë është e vërtetuar edhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj hadithi i radhës
thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah Ma'qil ibn Yasaran anna Umar radiyallahu anhu ista'mala Nu'man ibn Muqrin فذكر الحديث قال يعني نعمان ولكني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. Ky hadith e transmeton Ma'qil ibn Yasar se Omeri radhiyallahu anhu në kohën, në periudhën e tij kur e kishte khilafetin, kur ishte pushtetar i muslimanëve, prijesi i besimtarëve, për një ekspedit ushtarake e caktoi për komandant, domethënë në personin në fjalë, i cili domethënë ka qenë prej sahabëve, Nu'man ibn Muqarrin. Dhe thot Sheikh Arafati hafidhahullah se ka ra shahid. Ky sahabi ma vonë domethënë në luftra tjera ka ra shahid dhe ka pas ky burr Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu anhu edhe 7 vëllezër të tjerë. Dhe të gjithë vëllezërit të tij, 7 dhe ai i 8 kanë qenë prej sahabëve ridvanullahi alejhim. Do të gjithë vëllezër, 8 kanë qenë ata, të gjithë kanë qenë domethënë sahabë, shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur e caktoi Omeri radhiyallahu anhu si komandant, atëherë këtu tregon Nu'mani radhiyallahu anhu edhe ato përjetimet e tij dhe eksperiencën e tij që kishte përjetuar bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot domethënë se pejgamberi unë kam dëshmu, kam marr pjesë domethënë në beteja domethënë me pejgamberin alaihi salatu wasalam. Atëherë kur ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e fillonte luftimin në fillimin të ditës, e shtynte atë derisa dielli ta kalonte zenitin dhe të fillonte me fry erë pak. Edhe kjo Sheikh Uthaymin rahimahullah thot nuk është kjo për qëllim këtu sa e kalon dielli domethënë zenitin, se bashkë çatëherë është koha më e nxehtë realisht. Po qëllimi është domethënë kur fillon era domethënë me fry, dhe ajo është realisht domethënë ka fundi i ditës. Ka fundi domethënë i ditës që këto kanë qenë domethënë ajo koha domethënë më e përshtatshme që e ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me fillu domethënë në luftën në fillim të ditës, ose nëse nuk ka filluar, atëherë domethënë e kanë shtyr deri në fund të ditës. Dhe thotë Sheikh Uthaymin rahimahullah se kjo është domethënë prej urtësisë në sistemimin e luftimit, që domethënë lufta të jetë në mënyrë të sistemuar, dhe prej urtësisë është që secili e di domethënë në veten e tij, në trupin e tij, se trupi pas sabajit është më i freskët. Sa i domethënë ka pushu gjatë natës, ka pushu dhe tash është domethënë i pushuar dhe ka fuqi dhe koha domethënë po ashtu është e përshtatshme, nuk është shumë nxehtë, edhe atëherë domethënë e ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo thotë Sheikh Arafati hafidhahullah në shumica e rasteve. Tash mos hajde ti tash do shta e gjen nesër një hadith që ka fillu domethënë lufta pak para kohës namazit drekës për shembull. Dhe thotë Sheikh Ibn Bazi rahimahullah se kjo domethënë është më e përshtatshme për trupin e njeriut, që lufta zhvillohet ose në mëngjes ose në mbrëmje, duke e marë për shembulltyr, thot pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për vetëm se illa idha kana al-qitalu multahiman, për vetëm se nëse luftimi është në fazën e përleshjes së drejt për drejt. Atëherë se një thosh tjetrit, jo tash pushojmë, tash se nxehet na kapi zhegu dhe pastaj vazhdojmë ma vonë. Nëse është domethënë ka kalu në fazë të ballafaqimit dhe luftë aktive, atëherë domethënë vazhdon, edhe duhet me i qëndru dhe t'i lutem Allahu subhanahu wa taala për qëndrueshmëri. Po nëse ka mundësi, kjo është domethënë që me zgjedh e ke atë opcion, atëherë ose në fillim të ditës ose në fund domethënë në të ditës, edhe atëherë domethënë njeriu mas drekës pushon pak, edhe pastaj është domethënë prap
trupi i tij domethënë i freskët dhe i pushuar që mund të domethënë me i përballu. Dhe kjo thotë Sheikh Arafati hafidhahullah është praktikuar nëse e shohim domethënë pas namazit, domethënë pas namazit sabahit, edhe pas namazit të gati të ikindis. Që kjo tregon edhe koha domethënë dhe vlefshmëria e kohës së namazeve dhe po ashtu edhe koha që është pas tyre domethënë. Edhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se këtu domethënë se ka thënë Nu'man ibn Muqarrin radiallahu anhu wa yanzilu an-nasr dhe zbrit domethënë në fitoria. Dhe zbrit fitoria nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Do thonë këtu, yanzilu an-nasr, zbrit fitoria nga Allahu subhanahu wa ta'ala, nga zbrit, nga lart poshtë. Se ndryshe, gja an-nasr, ose ya'ti an-nasr, se ya'ti an-nasr, po yanzil an-nasr, zbrit domethënë në fitoria, që tregon domethënë se Allahu subhanahu wa ta'ala është lart mbi krijesave të tij. Mbi krijesave domethënë të tij. Edhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se padyshim domethënë se këto periudha që i ka përzgjedhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është periudhë dhe kohë që duhet domethënë ata që angazhohen me këto domethënë organizim të luftës, që është domethënë organizim nga pushtetari. Një gjë e tillë domethënë se këtu kush e ka organizuar këtu, kush e ka caktuar komandant Nu'manin radiallahu anhu? Omeri. Çka ka qenë Omeri? Prijesi i besimtarëve, halifja e muslimanëve, domethënë pushtetari cakton komandant. Jo dalin ja 2-3 veta dhe thonë ne jemi komandanta, ti je zavenci, tjetri jo shkoi diçka, ne hajde po luftojmë. Kjo është domethënë çrregullim dhe prishje tokë. Pushtetari domethënë cakton dhe ai cakton po ashtu domethënë edhe kohën e luftimit, jo të ka kam këto emocionet, do të ke diçka personale me ato tjerit, që don ta pastrojsh realisht, edhe futesh aty, jo. Domethënë edhe komandanti, prijesi, pushtetari, ai e cakton kohën domethënë kur luftohet dhe kur nuk luftohet. Edhe meqense pejgamberi alayhi salatu wasallam në shumica e rasteve domethënë e ka lënë me u zhvillu domethënë lufta në fillim të ditës ose në fund të ditës, kjo tregon domethënë urtësi dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah tashri' el-ilahi. Domethënë ligjdhënie hynore. Ligjdhënie domethënë hynore që duhet domethënë ata që luftojnë ti marrin këto sende parasysh. Ti marrin këto sende domethënë parasysh. Pastaj hadithi i radhës, hadithi 801, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, Sa'b ibn Juthama radiyallahu anhu قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذرار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال صلى الله عليه وسلم هم منهم. Këtu tregon Sa'b ibn Juthama radiyallahu anhu, i cili është prej sahabëve ridwanullahi alejhim, u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për fëmijët e idhujtarëve, të cilët, do thonë për fëmijët dhe për gratë, të cilët goditeshin gjatë sulmeve të natës. Të cilët do thonë vriteshin gjatë sulmeve të natës, duke u prekur do më thonë me gra dhe fëmijë aty. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë, ata janë prej tyre. Ky hadith bëhet fjalë domethënë vetëm për dëme të paqëllimshme që mund të ndodhin gjatë luftimeve. Domethënë që dëme të paqëllimshme që mund të ndodhin gjatë luftimit. Domethënë nuk është, kjo është domethënë kur bëhet sulmi domethënë gjatë natës. Domethënë ata surprizohen ose kapen befasi, edhe gjatë natën domethënë thotë Sheikh Arafati këtu, e ke lishu domethënë në shigjetën, edhe ajo
ka godit domethënë një gru. Ti se ke pas për qëllim atë gruan domethënë. Po gjatë natën, ose gjun me diçka tjetër domethënë, edhe lëndon ndonjë fëmijë për shembull. S'ka qenë qëllimi fëmia ose gruaja domethënë fillimisht. Po nga pamundësia domethënë me dallu domethënë, në këto raste domethënë thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, nuk mban mëkat domethënë ai i cili lufton. Nuk mban mëkat. Por mëkati është thotë Sheikh Arafati hafidhahullah, kur ti e sheh përpara te një gru edhe e vret. Kjo nuk lejohet. Do të thonë e ke një gru të ka dal para teje, një gru, edhe ajo nuk ka pjesë ose nuk ka marrë pjesë në luftë. Sepse thot Sheikh Uthemini rahimullah, në këtë kohën tonë moderne, ka domethënë edhe gra që shkojnë në ushtri. Edhe ato janë domethënë ushtar, tamam. Edhe ajo lufton. Nëse është puna që ajo lufton, merr domethënë në mënyrë aktive, të drejt për drejt në luftimet, atëherë ajo domethënë trajtohet sikur se trajtohen ato burrat që janë domethënë meshkuj që janë prej armikut. A nëse është ajo gru në shtëpinë e saj ose në rrugë aty, ajo nuk ka lidhje domethënë me çështjen e luftës, atëherë nuk lejohet domethënë thosh me ixhma, me unifikim të dietarëve, që kanë transmetuar domethënë Ibn Abdul Barr, Ibn Taymija rahimahullah dhe shumë dietarë të tjerë, ixhma kanë transmetuar se nuk lejohet vritja e fëmijëve dhe grave. Për vetëm se nëse është rasti domethënë i tillë që nuk mundet domethënë të bëhet një farlloj domethënë ndarje. Edhe këtu barakallahu fikum, po të shihet domethënë edhe këto luftrat moderne, a nuk bojnë gabim për shembull me shku raketat e një shkollë ose një gjë e tillë kështu me radhë? Pastaj shteti si shtet e merr atë domethënë përgjegjësi. Por ai ushtari si ushtar domethënë askush nuk e pyet edhe nuk tregohet kush ka qenë filani për shembull, se dikush ka qenë ai piloti ose kush do qoftë. Kjo është domethënë që ka situata domethënë që janë të pashmangshme. Edhe nuk është me qëllim. Nuk është domethënë me qëllim me i godit domethënë ato gra ose alama pak edhe ato fëmijë. Sepse thotë Sheikh Uthemini rahimahullah është pasuri e muslimanëve. Do thonë ti e dëmton pasurinë. Do thonë është pasuri. Njeriu pasurinë e ruan domethënë, e mbron, kujdeset. Këtu te fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam hum minhum, do thonë ato fëmijë, ato grad janë domethënë prej tyre. Këtë pjesë dietarët e kanë marrë për argument edhe për një çështje tjetër. Çështja është, a u thuhet fëmijëve të qafirave se janë ato qafira? Domethënë ai thuhet atit fëmijut që rritet domethënë në një shtëpi të qifutëve. Ai thuhet atit qifut, ai thuhet atit tjetrit krishter, qafir. Sheikh Uthemini rahimahullah thot po, se ata e marrin gjykimin e prindërve të tyre, se pejgamberi thot hum minhum, ato janë prej tyre. Kjo hyn edhe te çështja e hum minhum, ata do thonë prej tyre, që do të thotë domethënë janë në fenë e tyre. Thot Sheikh Uthemini rahimahullah, kjo domethënë dunja. Në dunja domethënë ato trajtohen dhe gjykohen domethënë si pabesimtar. Për fëmijët domethënë, që nuk e kanë arritur moshën e pjekurisë. Sepse si ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, fëmia lind në natyrshmërinë e tij, në fitrën e tij, pastaj prindërit e tij e bëjnë qifut, e bëjnë krishter ose e bëjnë domethënë me gjus. Do thonë prindërit ndikojnë domethënë. Prandaj ai gjykohet si pa besimtar, do thonë nuk është puna jo po s'ni themi atit. Jo i themi do thonë se është qafir, është pa besimtar. Edhe pastaj thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, atër fil akhira fa yumtahanun. Domethënë në ahiret domethënë ata do të testohen. Por në dunja domethënë i marrin gjykimet të pabesimtarve. Sepse ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam hum minhum, ata janë prej tyre, dhe hadithi është muttafaqun alej. Thot, po ashtu thot
Shekhu Themini rahimahullah prej dobive të këtij hadithit është se ai i cili qëndron në mesin e një popullit llogaritet ose u bashkangjitet atyne. Do thonë se dikush jeton në mesin e atyrve, do më thonë, nga ana e jashtme llogaritet prej tyre. Edhe kjo tregon rrezikun e qëndrimit në vendet e kufrit, do më thonë. Që pastaj secili rinjallet sipas njetit dhe gjendjen që e ka pas. Ama nga ana e dukshme, do më thonë, në llogaritet, do më thonë, në llogaritet të ennehu minhum, do më thonë, enna men kana ma'a qaumin fa ennehu minhum. Do thonë, kush jeton me një popull, që në këtë rast, do më thonë, nëse është një popull prej mushrikëve, atëherë do më thonë, ai llogaritet ose u bashkangjitet, do më thonë, atyre. Sheikh Arafati hafidhahullah ka përmend se ka disa përjashtime, do më thonë, ku lejohet të luftohet gruaja, do më thonë, edhe fëmiu, është nëse gruaja është mbretëresha e atij popullit. Sepse, do më thonë, të vritet mbretëresha, ajo llogaritet, do më thonë, si në poshtim. Janë poshtur ata, do më thonë. Janë si disfat, humbje, do më thonë. Se ka vdek, do më thonë, është vra mbretëresha, koka, do më thonë. Edhe po ashtu nëse fëmia është mbret. Se mundet fëmia me qenë mbret. E ka trashëgu nga babai. Edhe ajo është mbret, do më thonë, atit popullit. Edhe nëse është, do më thonë, fëmijë, do më thonë, në këto raste luftohet. Edhe po ashtu thot Sheikh Arafati hafidhahullah, nëse ata ndoshta nuk marrin pjesë të drejt për drejt në luftim, por me ideja. U japin ideja, do më thonë. Kanë njohuri, do më thonë. Ose u apregadisin, do më thonë, u amprefin shigjetat e kështu me radhë. Edhe në këto rrethana, do më thonë, ka përjashtime. Edhe thot prapë Sheikh Arafati hafidhahullah se dietarët kanë pajtueshmëri, do më thonë, se nuk lejohet vritja e grave dhe fëmijëve, nëse ata nuk kanë asnjë hise, do më thonë, në atë luftim, sepse nuk janë ata për qëllim, nuk janë ata, do më thonë, për qëllim, por ndodh, do më thonë, që shigjeta me ndodh do një gabim e diçka, edhe me ndodh, do më thonë, në dëmtim. Pastaj hadithi i radhës, që thotë këtu Ibn Abdul Hadi rahimahullah, Aisha radhiyallahu anha, زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر. Tregon bashkëshortja e pejgamberit alayhi salatu wasalam Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli, do më thonë, në drejtim të Bedrit. Do thonë doli pejgamberi alayhi salatu wasalam në drejtim të Bedrit. Do thonë për luftën e Bedrit. فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة. Dhe kur arriti pejgamberi alayhi salatu wasallam te një vend Harra al-Wabara quheshte, aty e arriti pejgamberin alayhi salatu wasallam e mbrini, domethënë, një person i cili njiheshte për guximin dhe trimërinë e tij. Do thonë, ky person i arriti muslimanët dhe deshte tu bashkangjitet muslimanëve në luftimin e tyre kundër mushrikëve të Mekës. Fa fariha ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina ra'u, dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e pan këtë person, këtë njeri, atëherë u gëzuan ata. U gëzuan, domethënë, për shkak se njeriu njiheshte për guzimtar dhe trim. فلما أدركهم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك. Atëherë kur arriti te pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur arriti te vendi, domethënë ku ishte pejgamberi alayhi salatu wassalam, i tha ky personi pejgamberit alayhi salatu wassalam, unë dua të bashkohem ty, domethënë, në këtë rrugtim, dhe du, domethënë, të fitoj prej plaçkës së luftës bashkë me juve, domethënë, nëse fitojmë, atëherë e kam hisën time. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'minu billahi wa rasulihi. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam e pyeti, a beson ti në Allahun subhanahu wa taala dhe në të dërguarin e tij? Personi në fjalë tha, la. Tha, nuk besoj.
Nuk besojnë Allahun subhanahu wa taala, as se ti je i dërguari i Allahut subhanahu wa taala. Qal, atëri tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, farji falan asta'ina bi mushrik. Atëri tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, kthehu, unë nuk kërkoj ndihmë nga një idhujtar. Unë nuk pranoj ose nuk marr ndihmë nga një idhujtar. Qalet Aisha radiallahu anha, thumma madha hatta idha kunna bi shajarati adrakahu rajul. Pastaj vazhdoi udhëtimi derisa arritëm domethënë ke një vend tjetër. E shajara quhet vendi, edhe njeriu prap erdhi aty. فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال لا. Atëherë prap, domethënë i tha pejgamberit alayhi salatu wasallam, kum ardh këtu, du të bashkangjitem dhe të fitoj diçka prej plaçkës së luftës. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ja përsëriti të njëjtën pyetje, domethënë a beson në Allahun dhe në të dërguarin e tij? Personi tha nuk besoj. Nuk besoj. Prap i tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, farji falan asta'ina bi mushrik. Kthehu se unë nuk marr ndihmë, nuk pranoj ndihmë domethënë nga një idhujtar, nga një mushrik. Qal thumma raja'a fa adrakahu bil bayda. Atëherë ky njeriu sikurse u kthy pak mbrapsh, do thonë i la muslimanët të vazhdojnë, po prap i arriti muslimanët në vendin El Bayda. Aty i tha pejgamberit alayhi salatu wasallam atë që ja tha edhe në fillim, duhet të bashkangjitem dhe dua të fitoj diçka prej plaçkës së luftës. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha, tu'minu billahi wa rasuli, qala na'am. Atëherë në rrën e tretë domethënë kur e pyeti pejgamberi alayhi salatu wasallam, beson Allahun subhanahu wa taala dhe në pejgamberin e tij, në të dërguarin e tij, atëherë personi tha po. Faqala sallallahu alaihi wasallam fantaliq. Fantaliq domethënë atëherë vazhdo tash. Tani domethënë mundesh me vazhdu me neve. Tani vazhdo domethënë me neve. Ky hadith është hadith madhështor. Është hadith madhështor dhe është në Sahih Muslim, i cili e ka transmetuar domethënë nëna e besimtarëve Aisha radiallahu anha, dhe ky hadith është e ka temën domethënë që është prej temave shumë të rëndësishme dhe sensible, domethënë temë sensible dhe e prekshme dhe ndjeshme. Ajo është tema domethënë kërkimi a lejohet me kërku ndihmë nga jo besimtarët. Në çështje të luftimeve, këtu flasim luftime se Shekh Arafati hafidhahullah thot, nëse bëhet fjalë domethënë çaj me ta dhënë diçka domethënë do një diçka prej çështjeve dunjas për shembull, ke blet diçka me ndihmu me ta fut makinë ose diçka, kjo në rregull është. Ose diçka domethënë çështjeve dunjas. Ama këtu bëhet fjalë çështjet e luftimeve. Edhe marrja e pajisjeve ushtarake. A lejohet domethënë një gjë e tillë prej të mire domethënë prej qafirave dhe bile edhe të marrin pjesë ata në luftimin e tyre, në luftimin e muslimanëve, do thënë bashkë me muslimanët kundër mushrikëve. Ky hadith e qit dhe e tregon qartë domethënë në mënyrë të prerë se nuk lejohet një gjë e tillë. Shihet qartë domethënë se pejgamberi alayhi salatu wasalam domethënë dy herë ja tha domethënë unë nuk pranoj ndihëm nga një idhujtar. Dhe Shekh Fozani hafidhahullah thot se ka shumë hadithe tjera, po edhe ajete domethënë në Kur'an ku ndalohet domethënë që njeriu domethënë me marr ndihëm nga pabesimtarët. Por thot Shekh Fozani hafidhahullah se ka edhe hadithe tjera që e aludojnë të kundërtën e kësaj, që kuptohet po ashtu në mënyrë të drejtë për drejtë për atyre haditheve se lejohet, po jo në mënyrë domethënë të pakufizuar. Do e shohim tash domethënë ka raste dhe rrethana domethënë ku është domethënë të patjetërsueshme. Nevoja është domethënë e patjetërsueshme.
Prej argumenteve, thot Shekh Fozani hafidhahullah, është që kur pejgamberi alayhi salatu wassalam emigroi në Medinë, prej sendeve të para që e bëni, ishte marrveshja me qifutët, dhe qifutët janë qafira, dhe prej qafirave më të këqij janë ata, dhe janë të pabez, dhe janë, si që tha Shekh Arafati hafidhahullah, ashabul fitën, janë njerëz të fitnes. Po pejgamberi alayhi salatu wasallam bëri marrveshje me qifutët në Medinë. Marrveshja ishte se kush na sulmon në Medinë, bashkërisht të luftojmë kundër atij. Sepse kjo është domethënë prej, edhe kemi përmendur në shumë mësime të tjera, prej cilësive dalluese të ehlu sunna wal xhama, prej karakteristikave dalluese që njerëzit e sunnetit, pasuesit të vërtet të pejgamberit alayhi salatu wassalam, i bashkojnë të gjithë tekstet sheriatike, ajete, hadithe, edhe pastaj dalin me një përfundim. Do thonë nuk guxon edhe nuk është drejtësi. Nuk është drejtësi që ti marrësh domethënë vetëm ata që të konvenojnë, duke i ditur edhe këto domethënë hadithet edhe ajetet tjera domethënë ku aludon diçka tjetër. Po prej drejtësisë është të plot që ti marrësh domethënë të gjitha argumentet edhe pastaj me radhë domethënë me një përfundim. Këtu shihet domethënë që kur erdhi pejgamberi alayhi salatu wassalam në Medinë, domethënë bëni marrveshje me qifutët dhe pjesë e marrveshjes ishte që nëse i sulmon dikush në Medinë, që bashkë ta luftojnë domethënë në atë armikun i jashtëm. Kjo një. E dyta, thotë Shekh Fozani hafidhahullah, lufta e Hunenit, lufta e cila u zhvilluar domethënë pas çlirimit të Mekës. Pasi u çlirua Mekja, ai fisi Hawazin, që deshtin ata domethënë t'i sulmojnë muslimanët dhe u friksuan domethënë për vendin e tyre dhe për postet e tyre dhe për fuqinë e tyre që e kishin, atëherë deshin ata domethënë u përgatitën kundër muslimanëve dhe po ashtu kur e mori pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur e mori vesh se ata janë në përgatitje të sipër kundër muslimanëve, po ashtu domethënë u përgatit dhe shkoi domethënë deri te ata. Pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe sahabët ridwanullahi alayhim. Këtu, para se me shku në Hunein, pejgamberi alayhi salatu wasallam mori armatim me qira te Safwan ibn Umayya radiallahu anhu, i cili atër ala ishte mushrik. Edhe Safwani radiallahu anhu, ala ishte mushrik domethënë. I tha pejgamberit alayhi salatu wassalam, a je tu ma marrë këtë armatimin me pa dëshirën time, se ti e ke tash në dorë Mekën, mundesh me bom çka do me neve. Je tu e marrë me, domethënë me dhunë, ose me, domethënë me makthy dhe me qira. Atër pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha domethënë se është qëllimi me qira domethënë, dhe nëse prishet diçka ose dëmtohet, ne domethënë ta garantojmë që me ta kthy domethënë në dëmtimin, me ta shpaguar domethënë dëmtimin. Kjo tregon një domethënë thotë Shekh Fozani hafidhahullah, edhe prandaj barakallahu fikum se shikoni, nëse të merr dikush, ti sa ke fillu me fen, të merresh me fe, edhe të merr dikush edhe ta lexon këtë hadith. Edhe thotë se shikoni Aisha radiallahu anha, shikoni është muslim, në sahih, hadithi është në sahih muslim. Ti s'ke një huri ma shumë. Ai tula aty domethënë edhe ta tregon këtë hadith. Edhe thotë shikoni ato Saudi Arabia, ai Egjipti, ai katërti, ai pesti, ata bojnë marrëveshje me Amerikën, luftojnë kështu, luftojnë ashtu. Shiko pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, unë nuk marr ndihem nga një pabesimtar, nga një udhujtar. Ata e bën një gjë e tillë. Çka janë ata? Edhe ti e ka o. Ti mendon se çka? Është argument. Edhe hapi tjetër thot, duhet shkojmë atje tash të luftojmë ata, se ata janë qafira. Janë ma parsor ata të luftohen se sa këto tjerit në perëndim. Duhet me pastru qaben, duhet kjo, duhet ajo. Prandaj domethënë këto sende
edhe të flasin kur është, kur nuk është i ligjshëm, i paligjshëm, është pushtetari, janë elita dhe janë dietarët, domethënë, që i vlerësojnë këto sene. Se ata kanë njohuri, domethënë, të thella dhe të gjëra. Jo ti e ke mësuar është një hadith, edhe atë hadith as nuk je tu e ditur në gjuhën arabe. Ta ka përkthy, a e ka përkthy me amanet, a e ka përkthy domethënë me manipulim, Allahu alem, edhe ta prish ty edhe dunjan, ndoshta edhe ahiretin, barakallahu fikum. Prandaj ka nevojë domethënë në kthimi te dietarët. Për këto sene sidomos domethënë që janë kaq domethënë të ndjeshme. Thot Sheh Fozani hafidhahullah, domethënë pejgamberi alayhi salatu wasalam e mori domethënë armëtimin te Safwan ibn Umayya. Po jo vetëm kaq. Përmendet që Safwani radiallahu anhu, jo që u dha muslimanëve vetëm armëtim, po shkoi në mënyrë domethënë aktive, mori pjesë në atë luftë, duke që na la mushrik. Pse? Se aty e kapi çështja e Kureshitëve, çështja e Mekës. Se thanë, ikimi çka ikimi janë domethënë ta të tonit. Është prej Kureshitëve. Muhamedi alayhi salatu wasallam, Abu Bakr radiallahu anhu, Omeri radiallahu anhu, Uthmani radiallahu anhu, Aliu radiallahu anhu, kështu me radhë. Atëherë edhe ne po shkojmë. Edhe thotë Sheh Fozani hafidhahullah, jo vetëm Safwan ibn Umayya, po pati shumë të tjerë domethënë, që ishin ala në kufrin e tyre, që morën pjesë domethënë në atë luftim, në luftën e Hunenit. Nëse ishte çështja kaq domethënë e ndaluar në mënyrë të prerë, sepse ajo ishte që u përmend parës, varet sipas situatës. A u përmend domethënë në mektep? Si që tha hoxha. A isha ashtu, varet, nuk janë sende domethënë ti çdo herë kjo kaç bëhet. Jo. Varet sipas situatës, ty ta tha bile barakallahu fik. Edhe kjo varet sipas situatës, sepse thotë Sheikh Zeidi rahimahullah, nëse këtu refuzimi, fa inni la esta'inu bi mushrik, unë nuk marr ndihëm, nuk pranoj ndihëm për një dhujtar, thotë Sheikh Zeidi rahimahullah, është nuk marr ndihëm nga një dhujtar kur numri muslimanëve është i mjaftueshëm. Dhe thot Sheikh Zeidi rahimahullah që ka mundësi këtu, në këtë rast konkretisht, që pejgamberi alayhi salatu wasallam pa diçka këtë te ky njeri domethënë. Vlerësoi diçka që ndoshta ky refuzimi ka me e shty këtë njeri se ishte pak ndoshta shumë afër Islamit, që domethënë e shtyn me hyrje në Islam. Edhe kjo ndodhi në fund. Prandaj varet sipas situatës, sipas personit që qëndron para teje, se si ta vlerësojsh dhe si të veprosh domethënë në atë situatë. Edhe kjo tregon që ai komandanti, ai presi duhet me pas dije, duhet me pas urtësi, jo me qenë budalla, ty me ndjelet. Edhe thotë ne luftojmë, çka luftoni ju? Jo sini të vuasin sen, jo veç boni shkatrim. Edhe po ashtu thotë Sheh Fozani hafidhahullah, se disa prej dietarëve kanë thënë se ky hadith këtu, kjo është një mendim të dietarëve, domethënë, disa prej dietarëve kanë thënë këtë që ky hadith këtu është hadith i abroguar me hadithin e Safwan ibn Umayya, që është një mënyrë të bashkimit, domethënë, që disa prej dietarëve kanë thënë hadithi i Aishës është mansukh, është i abroguar. E ti ai nuk ta tregon se është i abroguar. Ti mendon se është në rregull, edhe ta tregon. Edhe thot Sheikh Fozani hafidhahullah se mendimi më i sakt, jo sipas Sheikh Fozanit vetëm, se kishin thënë jo po ai është i mbretit, si kishin thënë ai demek muftia e tagutit, Bajram Beluli, Bajram Behluli ose Beluli si quhet ata. Domethënë shihet qartë se ato xhawarit kanë urrëtie të mëdha për dietarët e sunetit. Dhe aty e kanë se dietarët e sunetit, si Imam Fozani hafidhahullah, dhe Imam Rabia rahimahullah, dhe të tjerë domethënë prej dietarëve që kanë qenë me to, ata i kanë zbuluar këto, domethënë kokat e xhawaritëve, edhe pastaj aty e kanë ata dhimbjen më të madhe. Edhe prandaj dhe kanë thënë ata që atëherë kur kanë dalë ato xhawarit në Siri dhe në Irak, po e çlirum Saudin, i parin që do ja therin qafën, është Fozani. Pse? Çka u ka bërë Sheh Fozani? A u ka marrë dunjan diçka?
a ka marrë vend punimin diçka? Jo. Është çështje e shpjegimeve dhe qëndrimeve që i ka shehu hafidhahullah. Përballë domethënë në kësaj lëvizjes ekstreme që nuk ka të bëjë me rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij ridvanullahi alaihim. Mendimi më i saktë është thot Sheikh Fozani hafidhahullah, dhe kjo jo vetëm sipas sheikhut hafidhahullah, por edhe sipas Sheikhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah. Do thonë janë këto sene e këta rabiofsat, se janë me pushtetarët, janë kështu. Jo, Sheikhu Ibn Qayyimit ka vdekë në burg aty domethënë. Edhe prap kanë thënë se kjo është mendimi më i saktë. Mendimi më i saktë që lejohet pranimi i ndihmës me kush domethënë që më qenë nevoja e madhe dhe të patjetërsueshme. Kjo është domethënë. Edhe do shohim tash në vazhdim domethënë se çka thot Sheikhu jon Sheikh Arafati hafidhahullah për këtë mesele. Thot Sheikh Arafati hafidhahullah se gjumhuri dietarëve të selefit, gjumhuri, shumica e dietarëve të selefit, jo domethënë tash në shekullin 15 hijri, po shumica e dietarëve të selefit e kanë mendimin domethënë se lejohet pranimi i ndihmës nga një pabesimtar në raste vetëm të nevojës të patjetërsueshme. Dhe këtë mendim e kanë domethënë Malikit, Hanabila dhe e Dhahiria, i cili është domethënë këtë rrugë domethënë e ka përhapur më së shumti Ibn Hazm rahimahullah. Domethënë, ato tekstet e ndalimit vazhdojnë, por nëse është situata domethënë që e kërkon dhe është e nevojshme dhe këtë nevojën prap e vlerëson pushtetari, sa i di domethënë sa ushtari ka në dispozicion, sa kjo sa ajo domethënë mbas asaj ai e vlerëson domethënë dhe pranon ose nuk pranon. Edhe barakallahu fikum, kjo ma kujton një situatë që ka ndodhur Imam Ibn Bazit rahimahullah atëherë kur Saudia domethënë ka pranuar ndihmën e Amerikës në vitet e 90-ta kundër të sulmit të Saddam Huseinit, i cili ka qenë atëherë qafir po ashtu i gjykuar nga dietarët më të mëdhenj të kohës atëherë. Njëni ka ardhur Sheikh Ibn Bazit rahimahullah me i thonë sheikhut se mos bëni do një gabim ju këtu që e lejoni këtë pranimin e ndihmës. Mos bëni do një rëshqitje ju. Sheikh Ibn Bazit ka thënë ja weledi, o djalosh jem, hadhi qadia, kjo çështje është më e madhe se logjikës tënde. Kjo punë, ky muhabet është më i madh se sa ato parametrat dhe atë horizontin që ti e ke domethënë. Këto sende domethënë nuk i vlerëson ti tu net aty në internet gjithë natën TikTok. Edhe tu bo lojra domethënë. Këto janë specialista domethënë që i vlerësojnë. Janë njerëz domethënë që ndoshta kanë studiuar për çështjet e luftimit dhe luftës dhe ushtrisë dhe gjithë jetën e kanë kaluar ndoshta në ushtri dhe e kështu me radhë, edhe pastaj ato me pushtetarin, me ministra, me dietar vinë domethënë këto përfundime. Dhe kanë njohuri që nuk i kanë në dispozicion domethënë populli i thjeshtë. Edhe pastaj vinë në këtë vendim. Vinë domethënë në këtë vendim. Dhe el-Ahnaf, Hanefit dhe Shafit kanë thënë se lejohet pranimi i ndihmës nga një pabesimtar, edhe nëse nuk është nevoja patjetërsueshme. Këto Ahnaf, domethënë dietar të medhhebit Hanefi, jo si këta Hanefit këtu që janë te ne domethënë. Këta s'janë Hanefi realisht. Këta as nuk e dinë medhhebin e tyre. Tamam dietar të medhhebit Hanefi. Dhe të medhhebit domethënë Shafi e kanë mendimin domethënë se lejohet, edhe nëse nuk është nevoja domethënë e patjetërsueshme. Edhe nëse nuk është nevoja domethënë e patjetërsueshme. Me një kusht, që të sigurohesh nga tradhtia e tyre. Që ti është sigur domethënë nga tradhtia e tyre. Sepse ka ardhur domethënë se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam se Allahu subhanahu wa taala e ndihmon këtë fe me një njerëz të prishur me katar. Bi rajulin fajir.
Dhe po ashtu thotë Sheikh Arafati hafidhahullah për argumenteve domethënë që lejohet pranimi i ndihmës për këto çështje madhështore nga ana e qafirave domethënë, është çështja e emigrimit të pejgamberit alayhi salatu wassalam në Medinë. Domethënë kur emigroi pejgamberi alayhi salatu wassalam prej Mekë në Medinë, bashkë me Abu Bekrin radhiyallahu anhu, ata nuk e dishin rrugën për Medinë. E morën domethënë njënin prej mushrikëve me xhira, me rrok, me pagesë, edhe ai i orientonte dhe i çoi deri në Medinë. Këtu bëhet fjalë domethënë për hijretin. Edhe bëhet fjalë që ata mushrikët domethënë japshin domethënë pasuri maramense që ta gjen dikush pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe Abu Bekrin radhiyallahu anhu. Qofshin të gjallë ose të vdekur. Që ishte një send domethënë që ishte me tërheka tjetrin, që me bot rasti, edhe me dorzu. Edhe këtu ishin njerëzit domethënë e Islamit. Burrat e Islamit, domethënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, pastaj Abu Bekri radhiyallahu anhu. Edhe një çështje kaq domethënë madhështore, ata domethënë morën domethënë me qira, me pagesë një person domethënë i cili ishte domethënë mushrik. I cili ishte mushrik. Pastaj edhe shikoni domethënë kjo me të vërtet jo që ne duam ta teprojmë ose ta egzagjerojmë. A është kjo e sakt? Ju ku i kam ata burrat e gjuhës. Këtu kam atë burra në shkup të gjuhës. Me të vërtet, këto perla, edhe këto hulumtime, që i sjellë Sheikh Arafati, me të vërtet është domethënë diçka e jashtëzakonshme. Dhe kjo tregon se Sheikhu është me të vërtet dietar. Me plot kuptimin e fjalës, me të vërtet se kush kupton dije, domethënë, nuk flasin për malaj, për shasivarin e tjerit, nuk kuptojnë dije, domethënë, se nuk kanë mësu. Nëse dikush e ka kuptu dijen, ka kuptim me të vërtet, me dëgju një mësim të Sheikhut, Sheikh Arafatit hafidhahullah, e kupton se ky njeri domethënë lëviz në një nivel domethënë tjetër. Edhe kjo tregon që Sheikh Ubejdi rahimullah, sheikhu i tij, nuk e ka thënë fjalën alim, kështu domethënë, mja bo qefin ose hajtë se gjina është, ti themi edhe këtit alim, jo. Ja ka dhënë këtë teskije domethënë me plot merit. Me plot merit domethënë. Sheikh Arafati hafidhahullah thot se prej argumenteve që aludojnë domethënë se lejohet pranimi i ndihmës prej pabesimtarve në raste të nevojës të patjetërsueshme, është edhe hadithi ku tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam për shenjave të fundit domethënë të kiametit, që ka me ndodh një marrëveshje mes muslimanëve dhe romakëve. Këta në fjalë pejgamberit alayhi salam. I themi këtërejt ati, ku janë ata tekfirët, do thonë, Beluli, Sadullahi, Shefqeni, sekret janë ata Khawarij, do më thonë. Dikush ma ekstrem, dikush ma but. Janë Khawarij, u pëlqen ose nuk u pëlqen. Vete kanë zgjeth atë rrugë, vete kanë zgjeth. Ka me ndodh, tregon pejgamberi alayhi salatu, sa marrëveshje mes muslimanëve dhe romakëve. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, "Tasalahuna ar-rum sulhan aminan." Do bëni marrëveshje me romakët, një marrëveshje domethënë me siguri, ose do jeni të sigurt domethënë nga ana e tradhtisë. Thumma taghzun. Ghazu. Pastaj do dilni bashk me luftu kundër një armikut të përbashkët. Thumma taghzun, kundër atit armikut, do thonë, njerë do bëni marrëveshje. Pas kësaj, ata, do më thonë, rezultati marrëveshjes do jetë që pastaj muslimanët bashkë me romakët do luftojnë, do më thonë, një armik të tyre të përbashkët.
Këtu duhet luftë, domethënë, që muslimanat janë të bashkuar me ata. Këto janë fjalët pejgamberit alayhis salatu wasallam. Dhe shikoni domethënë sa e thellë është kjo çështje. Domethënë nuk është veç merre një hadith, lexoja aty, shikoni këta Saudia, këta kështu, këta ashtu, jo. Këta argumente ku janë tjerit? Prandaj kjo tregon domethënë nevoja e madhe për dietarëve. Nevoja e madhe domethënë për dietar. Edhe po është e përmend Sheikh Arafati hafidhahullah edhe çështjen e domethënë e çifutëve në Medinë, dhe kjo marrëveshja e çifutëve në Medinë, thotë Sheikh Arafati hafidhahullah, kutiba, është e shkruajtme domethënë. Nuk ka qenë vetëm me fjalë, po e shkruajtme, që tregon domethënë se pejgamberi alayhis salatu wasallam i ka dhënë kësaj çështje domethënë në rëndësi. Nuk është lënë domethënë veç me fjalë, po është domethënë edhe e shkruajtur, kur është e shkruajtur. Këtu përmend Sheikh Arafati hafidhahullah një situatë tjetër. A lejohet kërkimi i ndihmës nga pabesimtari kundër një musliman? Se deri tani është fjala domethënë me marrë ndihmë nga pabesimtari kundër pabesimtarëve. Kjo tash e kundërta. Me marrë ndihmë prej një pabesimtar, prej një qafir, kundër një muslimanit. Shehu thot, kjo nëse është si shembulli i radhës. E ke një kojshi prej qifutve, dhe e ke një kojshi prej muslimanve. Ai muslimani, kojshia, është zullumqar dhe është njëri që i kalon kufit. Dhe vjen të sulmon shtëpi. A bën këtu me thonë, ja jehudi, o qifut ndihmo kundër këtit, ose ndaloje këtë? Shehu thot, po, lejohet. Lejohet, do më thonë, nëse ajtë sulmon në shtëpinë tënde dhe nuk mundesh ta ndalojsh, do më thonë, atëherë bën, do më thonë, nëse ke me të një farloj, do më thonë, raporte me atë kojshin qifut, atëherë, do më thonë, bën në këtë rast, do më thonë, me kërku ndihmë. Tash, këtu te çështja e nevojës, sepse disa kanë thënë për dietarëve, me qenë nevojë, e disa kanë thënë nevojë të patjetërsueshme, diçka urgjente domethënë. Thot Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah, në shpjegimin e këtij hadithit të lidhje domethënë me kërkimin e ndihmës nga një mushrik, ku ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam nuk pranojnë ndihmën domethënë nga një pabesimtar. Thot Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah, dallimi mes el-haja, nevoja, dhe el-darura, diçka të patjetërsueshme. Dallimi është nëse njeriu domethënë ka nevojë, e ka kap një farloj etje, ka nevojë për ujë, po nëse nuk pin ujë, nuk dëmtohet. Kjo është haja, nevojë. Ama nëse njeriu e kap etje të madhe, sa që rrezikohet domethënë vdekja e tij, kjo quhet darura. Atëherë ke detyrë me pi ujë në këtë situatë. E shikoni tash dallimin? Thot Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah, kjo është po ashtu me çështjen e coftinave, mishit të coftinave. Nëse ti ke nevojë për me ngron, po nëse nuk hash, nuk kap do një dëmtim që të dëmtohesh për ato disa orë. Ama nëse je në atë situatë, sa që nëse nuk han diçka prej mishit të saj, mundesh me vdek, kjo është darura dhe këtu e ke obligim me ngrënë prej saj. Thot shehu, tash e kthen, kjo është njësoj si çështja me kërkimin e ndihmës për qafirave. Domethënë ka disa situata që është tej masë e rrezikshme, që mundet me shkaktu dëm të madh për shtetin dhe për popullatën e muslimanëve aty. E ka disa domethënë, është nevoja, ama jo aq e madhe. Është ama jo domethënë deri në domethënë në atë shkallë.
Ka kohë? Tamam. La ilaha illa Allah. Po, inshallah mjaftojmë me kaq se ka edhe nga 3 hadith, ama vakti është i shkurt. Edhe kanë nevojë ata për shpjegim, për kuptim të saktë, domethënë. Se tash është hadithi, domethënë se në një fushbetejë, të fushbetejave me pejgamberin alayhis salatu wasallam u gjet një grua të vrarë. Edhe pejgamberi alayhis salatu wasallam një gjë e tillë e çortoi, domethënë në mënyrë të rrept. E tash si qëndron domethënë gjykimi e kështu me radhë. Po bi'idhnillahi taala këtë do të mësojmë në mësimin e radhës. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.